Studioja e Prahimit ishte e mbushur me drita verbuese dhe heshtje të tensionuar. Çdo kamerë ishte e drejtuar drejt tyre. Publiku nuk fliste, por ndjehej si një mur i gjallë sysh që shinin, gjykonin, prisnin. Alba qëndronte drejt me shpatullat të tendosura, sytë që i digjnin nga zemërimi dhe zhgënjimi. Limi ishte përballë saj, me nofullën e shtrënguar, i vetëdijshëm se çdo fjalë e tij do të dëgjohej nga miliona njerëz. Alba shpërtheu e para, zëri i saj i fortë, i prerë, pa dridhje, sa i poshtër jetës sa gënjeshtar. Ke ardhur këtu vetëm për të ma bërë këtë, në mes të miliona shikimeve. Këtu, para të gjithëve. Në studio vra një murmurim me lehtë. Limi hapi gojen, por Alba nuk e la të fliste. Ti po gënjen para syve të mi, vazhdoi ajo, duke ngritur dorën sikur të donte të ndalte çdo justifikim, dhe po gënjen edhe para gjithë shqiptarëve. Mos mendo se nuk shihet. Mos mendo se nuk kuptohet. Limi mori frym thellë, u përpoq të ruante qetësinë. Zëri i tij ishte më i ulët, por i mbushur me nerv. Alba, duhet ta kuptosh një gjë. Marrëdhënia është marrë e dhënë. Nuk mund të jetë vetëm njëra palë që jep. Alba qesh i hidhur, një e qeshur që nuk kishte asgjë gazmore. Çfarë ka munguar nga ana ime, Limi? Thuaje këtu. Thuaje para të gjithëve. Çfarë ka munguar unë? Ai hezitoi për një çast. Kamerat u afruan. Çdo pauzë dukej si një minutë e tërë. Nuk po them që ke munguar ti si njeri, tha më në fund. Po them që komunikimi ynë. Mënyra si u ndam. Gjërat mbetën pezull. Alba u afrua një hap më shumë, pa frikë, si mund të thuash kështu në mes të Prahimit. Si ke fytyrë? Ti ishe ai që dole. Ti ishe ai që më more në telefon. Ti më the, hajde, bashkëjetojmë. Mos e haro këtë. Një pëshërtim e rënd doli nga publiku. Limi uli syt për një çast, pastaj i ngriti sërish, nuk po e mohoj që të kam thënë ato fjalë, tha. Por gjërat ndryshojnë. Njerëzit ndryshojnë. Jo, ja ktheu Alba me një ton të prerë. Jo, Limi. Gënjeshtrat ndryshojnë. Jo njerëzit. Ajo u kthye pak nga kamerat, sikur po fliste drejt për drejt me publikun. Unë nuk kam ardhur këtu për lojrat e tua. Nuk kam ardhur për t'u përdorur për histori, për drama, për spektakël. Limi ngriti zërin për herë të parë, po atëherë pse je këtu, Alba? Pse po më përball përpara gjithë këtij publiku? Sepse, tha ajo, pa e ulur zërin, nuk dua të dal nga kjo shtëpi me një gënjeshtër mbi shpinë. Dhe jo, ti nuk më kap dot. Unë jam me 320 km/h. Ti s'më kap dot. Fjalët e saj ranë si goditje. Studioja heshti. Edhe moderatori duke i ngrirë për disa sekonda, Limi u përpoq të buzëqeshte. Por ishte një buzëqeshje e thyer, nuk është garë shpejtësie kjo, Alba. Për mua është, ja ktheu ajo. Është garë mes së vërtetës dhe gënjeshtrës. Dhe unë kam zgjedhur të eci përpara, shpejt, pa u kthyer mbrapa. Ai u afrua një hap, instinktivisht, po ndjenjat. Ato nuk lëvizin me km/h. Alba u ndal, për herë të parë syt ju zbutën pak, por zëri mbeti i fortë, ndjenjat vdesin kur i shkel. Dhe ti i shkele. Një heshtje e gjatë, e rëndë, pushtoi studion. Dritat ndriçonin më fort se kurrë, por mes tyre kishte një errësirë emocionale që nuk mund të fshihej. Limi foli më qetë, po thuaj i lodhur, nuk kam ardhur këtu për të poshtëruar. Por këtë bëre, tha Alba. Dhe historia do ta tregoj kush po thotë të vërtetën. Ajo u kthye, duke i dhënë shpinën. Hapat e saj mbi skenë u dëgjuan qartë. Publiku shpërtheu në reagime, disa duar trokitjen, disa thirrje. Limi mbeti në vend, i vetëm përballë kamerave, përballë fjalëve që tashmë ishin thënë dhe nuk mund të merren më mbrapsht. Ishte një përplasje që nuk ishte thjesht debat. Ishte një çlirim, një ndarje publike, një moment ku e vërteta dhe perceptimi u ndeshën në mes të Prahimit. Dhe pavarësisht se kush kishte të drejtë, një gjë ishte e sigurt, asgjë nuk do të ishte më si më parë.